Dy valle karakteristike të zonës së Myzeqes, vallja Dyshe Burrash dhe vallja e Ngjallës të trashëguara brez pas brezi nga gura popullore burimore, janë shpallur trashëgimi kombëtare. Pas kësaj arritje, specialistët përkatës të Ministrisë së Kulturës në bashkëpunim me studiuesit dhe historianët në Lushnjë po plotësojnë dokumentacionin e plot për këto dy valle që do të dërgohet në UNESCO për të marrë statusin e trashëgimisë jo materiale botërore. Ekzistojnë dhe ambledhur të gjitha faktet historike që këto valle të trevës së Myzeqes të marrin këtë status, shpreh drejtori i Muzeut Historik të Lushnjës, zoti Niko Ferro. Është një nder i madh që sot Lushnja ka dy valle kombëtare, duke sqaruar publikun, këto dy vallet janë ekzekutuar dhe vazhdojnë ekzekutohen në të gjithë zonën e Myzeqes. Gjithashtu e veçanta është sepse jemi marrë edhe me informacion më të detajuar për të futur më në thellësi. Valla Dyshe Myzeqare ka mbi 206 element, po ashtu duke sqaruar që valla e Ngjallës nuk është humoristike siç është keq interpretuar gjatë viteve, por është një ngjarje rituale që ruan dëshmi të vjetra të pararzëve tanë i lirë. Arshif Senka, valltari i ansamblit Vaçezela, shprehet se për herë të parë ka kursyer këto valle në moshën 14 vjeçare në vitin 1958, të trashëguara nga gjyshi dhe babai i tij. Gjithashtu, zoti Senka e ndjen veten të aftë ndoshta në moshën 82 vjeçare për të interpretuar këto valle, por edhe të tjera. Unë kam marrë pjesë që në viti 58, kur është krijuar grupi i folklorit Fjeshegan. Edhe djepi i këtij folklori është krijuar në Barbullin, sepse u bashkuam në atë kohë dhe atje në tash ishin ca këngëtar çik më të vjetër, valltar çik më të vjetër, edhe siç ishim atje edhe në Fjeshegan, edhe kjo vazhdoi edhe në Fjeshegan, me motivet valle popullore, këngë popullore, më të vjetët. Ato këngë dhe ato valle që ka kompozuar vetë populli, ka krijuar vetë populli për motivet që ishin të asaj kohe. Drejtuesi i grupit folklorik Vaçezela, një kohësisht valltar, zoti Novruz Xhaferi, pohon se prej 45 vitesh interpreton këto perla të zonës së Myzeqes, duke fituar mbi 80 çmime kombëtare e ndërkombëtare, si grup dhe personale. Zakonisht ansambli Vaçezela Fjeshegan ka qenë ansambli më i kompletuar. Dhe si tradit, Fjeshegani ka pas vallet. Vallet kryesore ka qenë vallja Dyshe dhe vallja e Ngjallës. Në çdo aktivitet që ne kemi marrë pjesë, këto dy valle ne jemi përfaqësuar, i kemi interpretuar në çdo aktivitet. Dhe të dyja vallet, si vallja e Ngjallës dhe vallja Dyshe Myzeqare, kanë marrë çmim kudo që kemi shkuar. Do ta mbajmë këtë trashëgimi për t'ia përcjell brezave, tha ndër të tjera edhe valltari i njohur Sako Murati, shumë herë i vlerësuar për interpretimin e tij në rak kombëtar e ndërkombëtar. Kemi luftu dhe do ta mbajmë traditën këngën e valve të banit të madhës Vaçezela. Finalizohet nga seksioni për hetimin e trafisheve operacioni koduar tranzit. Ushtronin prostitucion në një banesë të marrë me qira në Fier. Vjen në pranga 2 shtetase nga Rumania. Procedohen penalisht 2 shtetas përfitues nga kjo veprimtari. Sekuestrohet një shumë parash që dyshohet se është përfituar nga kjo veprimtari kriminale, një automjet dhe 5 celular. Si rezultat i hetimeve të kryera me metoda speciale, për një tjetër rast prostitucioni, specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve të DVB Fier, në bashkëpunim me shërbimet e forcës së posaçme operacionale, në kuadër të operacionit tranzit arrestuan shtetaset ID, 21 vjeçe dhe GB, 45 vjeçe, të dyja banuese në Rumani. Këto shtetase kishin marrë me qira një banesë në qytetin e Fierit dhe e kishin përshtatur për ushtrimin e prostitucionit. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 250 euro dhe 5.000 lekë, që dyshohet se janë përfituar nga kjo veprimtari kriminale, një automjet si dhe 5 celular. Për këtë rast u proceduan penalisht një shtetas banues në Divjak dhe një shtetas banues në Fier, përfitues nga kjo veprimtari. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme. Gjykata kushtetuese ka vendosur një masë të përkohshme për pezullimin e dekretit të presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e parlamentit dhe shpalljen e zgjedhjeve të reja parlamentare. Ky vendim vjen pas ankimimit të kryeministrit Albin Kurti në gjykatën kushtetuese, i cili kërkon të shpalljen të pavlefshëm të dekretit të presidentes Osmani. Gjykata urdhëroi në pikën e 2 të vendimit që masa e përkohshme hyn në fuqi më 9 mars 2026 me kozjatje deri më 31 mars të vitit 2026.
I menjëhershëm ka qenë reagimi i presidentes Vjosa Osmani. Duke folur për këtë dekret, Osmani tha se nuk është pejgamber të mos bëj gabime. Edhe për president paraprak, edhe për kuvend, edhe për këtë kryeministër, ka 10 herë që e kanë shkelur kushtetutën. Përderisa unë jam e bindur vetëm duke u bazuar në interesin publik, e ka marrë këtë vendim, shtoi presidentja për dekretin e nxjerrë nga ajo. Osmani nxori dekretin për shpërndarjen e kuvendit, një ditë pas mbajtjes së seancës së jashtëzakonshme, ku nuk u plotsua kororumi për zgjedhjen e presidentit të ri. Ajo deklaroi se nuk është e vërtetë që ka refuzuar nënshkrimet e vetvendosjes për kandidaturë, por tha se kjo parti i ofroi që të futet si kandidate vetëm formalisht në garë, si oponente e Glauko Njufcës. Presidentja tha se vetë kryeministri Albin Kurti ja kishte komunikuar se nuk e përkrahin. Osmani deklaroi se përderisa i kërkohej të punonte me opozitën për siguruar vota, prapa shpinës së saj punoi me kandidatë të tjerë. Në të paktën 2 raste, hapësira ajrore e Turqisë, vend antar i NATO-s, u shkel nga raketat balistike të Iranit, të cilat u zbuluan dhe rrëzuan mbi hapësirën ajrore turke nga sistemet e NATO-s. Për shkak të rrezikut që vjen nga Irani, Ankaraja zyrtare ka vendosur të forcojë mbrojtjen e hapësirës së saj ajrore, duke vendosur sistemin e mbrojtjes raketore Patriot. Sistemi amerikan i mbrojtjes ajrore që mund të rrëzojë raketa balistike, avion dhe drone, ka nisur të vendoset në provincën Malatya në jug të Turqisë, afër një radari të rëndësishëm të NATO-s. Njoftimi u bë i ditur nga Ministria e Mbrojtjes pasi një raketë iraniane u kap nga sistemet e mbrojtjes ajrore të NATO-s dje. Ky ishte incidenti i dytë i këtij lloji, pas një rakete të parë të kapur më 4 mars, gjithashtu në jug të Turqisë. Ankaraja nuk ka marrë pjesë në konflikt dhe nuk ka dhënë leje për përdorimin e hapësirës së saj ajrore. Një ditë më parë, presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka paralajmëruar ashpër Iranin pas incidenteve të fundit ku raketa iraniane kanë hyrë në hapësirën ajrore turke. Erdogan i bëri thirrje e Iranit që të mos i hedh benzin zjarrit dhe të përmbahet nga hapat provokues që rrisin tensionet në lindjen e mesme. Ai theksoi se shkelja e hapësirës ajrore të Turqisë është e pajustifikueshme. Gjatë një mbledhjeje kabineti, presidenti deklaroi se prioriteti i tij absolut është siguria e 86 milion qytetarëve turq dhe mbajtja e vendit lart konfliktit rajonal.